Banorja e shtëpisë më të madhe në vend, Bia, këtë mbrëmje ka shkaktuar një tension të ndjeshëm brenda mureve të Big Brother VIP Kosova, duke provokuar hapur Albë me një veprim që shumë kush e quajti të qëllimshëm dhe të planifikuar deri në detaje. Ndërsa Nata po afrohej dhe shtëpia kishte marrë një qetësi të çuditshme, Bia zgjodhi momentin e duhur për të afruar drejt Albës, në një mënyrë aq të ngadalë dhe të kontrolluar, sa çdo banor aty pranë kuptoi se diçka po përgatitej. Me një trup që i qëndronte vetëm pak centimetra larg saj, dhe me një shikim sfidues që e shponte drejt për drejt, Bia i shqiptoi Albës emrin e Limit. Ajo nuk e tha thjesht, ja foli me një ton të ulët, të ngjashëm me një përshpërim provokuese, duke ju afruar fytyrës së Albës aq shumë sa duke sikur po e testonte qëllimisht durimin dhe qetësinë e saj. Çdo lëvizje e Bies duke e studiuar, sikur donte ta shihte pikërisht reagimin që i përflitej prej ditësh. A do të shpërthente Alba apo do të zgjidhte të heshte? Dhe pse ky provokim ishte kaq i rënd? Sepse emri i Limit nuk është thjesht një emër për Albën. Limi është ish i dashuri i saj, dikush me të cilin ajo ka pasur një histori të gjatë dhe të ndërlikuar, plot momente të bukura, por edhe plagë që s'janë shëruar plotësisht. Nga ana tjetër, Bia nuk ka qenë thjesht një njohje rastësishme e Limit. Përkundrazi mes tyre ka pasur raport të afërt, të përfolur madje si më shumë se një miqësi e zakonshme. Kjo e bën gjithë situatën edhe më të ndjeshme, pasi krijon një trekëndësh emocional që mund të shpërthejë nga momenti në moment. Banorët e tjerë, të cilët ishin dëshmitar të skenës, mbetën të shtangur. Disa shtrënguan duart, të tjerë shkëmbyen shikime, por askush nuk guxoi të ndërhynte menjëherë. Tensioni mes vajzave duke i pashmangshëm, ndërsa Alba u përpoq të ruante qetësinë. Megjithse në sytë e saj u pa qartë një përzierje emocionesh, befasi, lëndim dhe një zemërim i fshehtë që çdo sekondë rrezikonte të shpërthente. Ky provokim mund të ketë pasoja të mëdha brenda lojës. Nëse deri më tani raporti mes Bies dhe Albës ka qenë i ftohtë, ky veprim i Bies ka hedhur benzin mbi zjarrin e fjalëve të pathëna, xhelozive të pashprehura dhe historive të vjetra që po rikthehen fuqishëm. Shtëpia mund të jetë në prag të një përplasjeje të madhe, e cila, për shumë banorë ndoshta edhe për publikun, mund të jetë një nga momentet më të forta dhe më të komentuara të këtij edicioni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.